Në rrëfimet e ruajtura, doktor Nejat Rexha kishte kujtuar momentin kur ishte thirrur nga sigurimi shtetëror, ndërsa Selajdin Boshnjaku kishte treguar se Këshilli Mjekësor mbante takime të rregullta, ndonjëherë edhe 2 herë në ditë. Edhe banatorët private kishin dhënë ndihmën e tyre pa hezitim në këtë rrugtim. Takimi e kishim në spital ose në shtëpi private. Aktivitetin e kishim në Babajt Bokës, Glogjan. Ishim duke përgatitur pjesën operative për në Dobrosh. Ajo kompletu sallë operative, po në ofenziv ajo shkatru. Ne u munduam që të kemi një vend takim, edhe kjo ka qenë shumë më herët para fillimit të luftës. Mirë po e pam që kemi qenë të përcjellur, kështu që me rastin e parë kur unë kam qenë i thirrur në sigurimin shtetëror, pyetjet cilët mi ka bërë atkoh inspektori dhe sqarimin se çfarë ne bisedonim brenda në mbledhjet që ne i mbanim, ishin shumë shqetësuese për mua. Kështu që prej asaj dite vendosëm që mos takohemi me një vend, po takimet të jenë nga dy, apo sipas nevojës, sipas rastit. Prej personave që na kanë ndihmuar, sidomos në bartjen qoftë të materialit sanitar apo edhe të neve kirurgëve për me shku në teren, kanë qenë Luani, ka qenë një radhë kemi shku me Hekoran Dobrunën, Hekoran Hoden dhe Zotin Dobruna, edhe shofer se më kujtohet kush ka qenë tjetër. Mandej disa radhë kur kemi shku në Prapaqan, ka qenë doktor Pali, i cili ka bërë bardhjen tonë, gjerë në spital dhe kthimin tonë. Kështu që këta janë personat që kanë qenë lidhe, gjithashtu ka qenë edhe një prej teknikëve që ka punu në spitalin Gjakovës, në repartin ortopedik, Shkelzen Gashi, ka punu në repartin tim, edhe ai ka qenë një prej aktivistëve.